Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i cili ndodhet në paraburgim, i ka kërkuar përmes një shkrese Këshilli Bashkiak që të pyetet lidhur me buxhetin, i cili do të miratohet pak ditë më vonë. Për të folur për këtë temë, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Alban Dure. Zoti avokat, faleminderit shumë për intervistën. Ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Zoti Duraj, si e konsideroni këtë kërkesë të zotit Velia që të pyetet lidhur me buxhetin e Bashkisë së Tiranës? Kjo është një kërkesë e ligjshme ligjit të posaçëm për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor, ligji i vitit 2015 në të cilën përcaktohet se si funksionon dhe organizohet pushteti lokal apo pushteti vendor. Kryetari i Bashkisë në cilësinë edhe të drejtuesit ekzekutiv të këtij institucioni është i detyruar që të diskutoj, që të dëgjoj propozimet e anëtarëve të Këshillit, që të japi edhe ai vetë opinione lidhur me zëra të caktuara të Këshillit të Bashkisë Tiranë, për sa i përket buxhetit, është një e drejtë e tij e cila përcaktohet edhe nga ky ligj i posaçëm për qeverisjen lokale apo për vetë qeverisjen vendore dhe natyrisht që kjo është një kërkesë e ligjshme. Madje vetë Këshilli Bashkiak duhet që ta kërkojë një gjë të tillë për të pasur kryetarin e bashkisë në këtë diskutim kaq të rëndësishëm, që do të thotë vetë duhet që kryetari i Këshillit Bashkiak duhet që t'i drejtojë me një shkresë zyrtare si drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, por një rol apo një institucion shumë i rëndësishëm është prokuroria e posaçme, që do të thotë prokurorët e çështjes të cilët po gjykojnë çështjen Veliaj mundet që të japin leje për raste të veçanta që është, besoj që por kjo hyn tek rastet e veçanta në mënyrë që ai të jetë prezant dhe të diskutojë, të dëgjojë anëtarët e Këshillit Bashkiak lidhur me propozimet, natyrisht që edhe atij lidhet drejta që të takohet me drejtorët e tij, të cilët besoj që nuk i ka takuar në gjatë qëndrimit në izolim, pra është një drejtë kushtetuese, është një drejtë ligjore, për të cilën besoj që edhe vetë Këshilli Bashkiak do të jetë dakord për të kërkuar që ai të jetë prezant në këtë mbledhje, sepse kjo është një mbledhje shumë e rëndësishme që lidhet me investimet për sa i përket infrastrukturës, investime në edukim dhe arsim, investime në çdo fush që do ndikojë për gjithë vitin në cilësinë e jetës së qytetarëve të Tiranës. Besoj që Këshilli do ta pranojë një kërkesë të tillë, madje do të jetë edhe promotor për të kërkuar pranë prokurorisë, por edhe pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, leje që kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Velia, të jetë prezant në këtë takim. Shpresoj që mos të gabojnë siç gabuan herën e parë lidhur me shkarkimin. Nuk besoj që këtë herë ata të gabojnë, megjithatë çdo gjë është për të parë se çfarë do të ndodhi në të ardhmen dhe a do të kemi një tërheqje të zotit Rama lidhur me qëndrimin ndaj zotit Velia, gjë që nuk e kemi parë me të njëjtin standard lidhur me zonjën Balluku. Shpresojmë që këtu mos të kemi një interferim apo një ndërhyrje të zotit Rama në procesin e Këshillit Bashkiak. A duhet që Velia të ishte paguar edhe pse është në burg? Mua nuk më duket një kërkesë e drejtë, sepse shpresoj që zonja nënkryetare të jetë konsultuar me këshilltarët e saj apo me departamentin e drejtorisë juridike për sa i përket kësaj faze, që do të thotë nuk cënohet rroga e kryetarit të Bashkisë Tiranës për shkak sepse nuk kemi një pezullim të tij nga detyra. Fakti që ne nuk kemi një pezullim nga detyra, por edhe kur kemi një mas pezullimi nga detyra, paga vijon. Pra nuk kemi një ndërprerje të pagës. Kjo është një vendimarrje e gabuar që ka ndërmarrë nënkryetaria e bashkisë, e cila duhet që t'ia kalonte pagën kryetarit të bashkisë zotit Veliaj,
për arsye sepse nuk kemi ndonjë ndalesë ligjore lidhur me ndërprerjen e pagës. Është e vërtetë që ai është në një mas aresti, që do të thotë në një mas sigurimi personal arrest në burg, për të cilën u investua edhe Këshilli i Ministrave, Bashkia për ta shkarkuar zotin Velia, gjë që nuk shkarkoi dhe gjykata kushtetuese nuk e shkarkoi. Tashmë ati edhe më parë, por edhe tani, por me këtë vendimarrje jepet e drejta që ai të paguhet. Pra nuk kemi ndërprerje të pagës përderisa ai është ende kryetari i bashkisë në detyrë. Nëse do të shkarkohej nga gjykata kushtetuese, atëherë ne do të kishim ndërprerje të pagës dhe do të trajtohej me pagë deri në momentin që ishte shkarkuar. Pra nga momenti që ishte ndaluar edhe deri tek shkarkimi. Por duhet të sjell në vëmendje edhe të qytetarëve që procedura e pezullimit nga detyra nuk e detyron institucionin që të ndërpresi pagën. Pra, fakti që ti je i pezulluar nga detyra, ty paga të kalon deri në momentin e shkarkimit nga kjo detyrë. Pezullimi nuk do të thotë automatikisht ndërprerje të pagës. Kështu që mua nuk më duket një pjekuri nga ana e në kryetares bashkisë lidhur me këtë kërkesë, edhe aq më tepër që këtë kërkesë ja çon për interpretim prokurorisë së posaçme dhe më duket edhe një institucioni tjetër që s'po më vjen ndërmend, por edhe KQZ-s, që janë dy institucione që s'kan lidhje fare me pagat, pasi ky institucion është një institucion i pavarur, e përjedhoi duhet që nëse ka ndonjë paqartësi për sa i përket interpretimit ligjor apo interpretimit kushtetues apo ndonjë konflikti kushtetues të mundshëm, zonja Aristani duhet që t'i drejtojë gjykatës kushtetuese për interpretim dhe jo dy institucioneve të cilat nuk kanë lidhje fare me trajtimin e pagës. Po mirë në këtë rast që s'e ka çuar zoti Rama. Zoti Duraj, në vlerësimin tuaj, besoni që mund të ketë një lirim të kreut të Bashkisë Tiranës Erion Veliaj deri në shkurt, kur edhe i mbaron, bëhet edhe një afati një vjeçar? Lidhur me masën e sigurimit personal, atij jepet e gjithë e drejta, përderisa ne nuk kemi kalimin në gjyq dhe nuk kemi një miratim të akuzave të organit të prokurorisë, sepse në këtë fazë që ne jemi, kemi një kërkesë dhe një komunikim të akuzës nga ana e këtij organi, por nuk kemi një miratim të tij nga gjyqtari paraprak. Duhet kuptojmë që me ndryshimet ligjore që ka pësuar kodi i procedurës penale nga viti 2017 edhe tani nuk ka më fuqi të cilën e ka pasur më parë prokurori i çështjes, i cili kur e çonte çështjen në gjykim, e çonte në gjykim dhe nuk kishim një gjyqtar paraprak i cili verifikonte veprimet e atij, sepse merreshin të mirëqenia, ndërsa tani ka ndryshuar situata, që do të thotë nuk kemi ende një miratim të këtyre akuzave nga ana e gjykatës. Gjykata mund vendosë që ta rikthejë çështjen për rihetim, sepse mund të ketë çështje apo element të cilët duhet të verifikohen. Besoj që gjyqtari paraprak mundet ta realizojë këtë gjë, përderisa zotit Veliaj nuk ju krijua koha e arsyeshme si për të njohur me aktet nga njëra anë, por nga ana tjetër për të sjellë prova të tjera apo për të kërkuar hetime lidhur me çështjen për cilën ai po hetohet. Kështu që ekziston e gjithë mundësia dhe përderisa ne nuk kemi kaluar në gjykim të kësaj çështjes, duke marrë të mirëqen edhe faktin që ai është kryetari i Bashkisë Tiranë dhe puna për të cilën ai është mandatuar nuk po realizohet dhe është një interes publik për të qenë në detyrë, kështu që ekzistojnë të gjitha mundësitë ligjore që ai të kërkojë një zvendësim të masës së sigurimit personal. E para kjo, së dyti jemi në fazën që zoti Veliaj ka bërë dhe një kërkesë në gjykatën kushtetuese për sa i përket edhe masës së arrestit, të cilën apo masës së sigurimit personal, të cilët
ai e gjykon që është në raport të zhdrejt me faktin dhe është një masë e cila është një masë e rëndë dhe disproporcionale lidhur me rrezikshmërinë që ai paraqet. Duhet presim se çfarë vendimarrje do të ketë gjykata kushtetuese, madje javën e kaluar zoti Velia ka bërë dhe një kërkesë lidhur me përshpejtimin e këtij gjykimi në gjykatën kushtetuese. Dhe së treti, fakt tjetër i cili është që zonja Zoza, me aq sa ne kemi parë në media, thuhet që është shtatzan dhe është duke pritur një fëmijë dhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm i cili ndikon dhe një shkak tjetër i rëndësishëm i cili do të ndikojë në zvendësimin apo në zbutjen e masës së sigurimit personal. Megjithatë, gjitha nga ana teorike ekzistojnë si mundësi, duhet të presim se çfarë nisme ligjore do të realizojë zoti Veliaj në të ardhmen. Avokat, ju besoni që nëse Ajola Xhoxha është shtatzën, do jetë një, po themi, lehtësi lidhur me masa shtrënguese të kryetarit të bashkisë zotit Veliaj? Patjetër, ky është një shkak tjetër, një shkak i rëndësishëm në jetën e tij dhe që duke qenë se janë dy fëmijë të mitur të cilët kërkojnë për kujdesjen e prindërve dhe kjo ndikon shumë edhe tek masa e sigurimit personal. Pra, fakti që i pandeuri apo personi i cili është në hetim ka fëmijë të mitur në ngarkim, fëmia i parë natyrisht është disi i rritur për moshën që ka, por kemi të bëjmë me një foshnjë i cili pritet sipas gjithmonë informacioneve, sepse nuk është se unë e siguroj dhe mund të them që kemi burime të sigurta, po me atë çfarë kemi parë dhe lexuar në media, pretendohet që zonja Xhoxha është shtatzan. Kështu që ky është një faktor shumë dhe një shkak shumë i rëndësishëm lidhur për zvendësimin e masës së sigurimit personal. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni gjithmonë. Faleminderit.